do t'i gjesim një shami edhe do t'i shpoj vesht e mia që rini s'ka mujt me bo, do dalja ashtu pa flok. Isha i bindur që vetëm të jem pranë fëmijëve të mi, pranë nipave mi. Po megjithatë nuk të kanë ra flokët dhe e ke kalu këtë sfidë. Lule, ku e ke gjetë gjithë këtë motiv? Një smundje e rrallë, një operacion shumë i gjatë, ku e ke gjetë gjithë këtë forcë që ja ke dalë gjithë kësaj smundje edhe sot e 4 vite, ti je shembull dhe motiv për gjitha gratë të cilat janë të prekur me kancer. Kjo motivin edhe forcinë e kam pas prej rinisë, prej fëmërisë. Ashtu jam rritur me një familje që ka një plot dashuri. Dashuri e tek, edhe forcën e kam pas, edhe u bona nën gjyshe, kam një që çdo gjë që ndodh mbrapa mos të mendojnë veç për para. Edhe ashtu vazhdoj jeta. Se njeriu i shnosh duhet gjithmonë për para të mendoj. Çfarë do sfidë që më ka ra veç për para.